Zonat malore të qarkut të Shkodrës vijojnë të jenë terreni i përshtatshëm për kultivimin e kanabisit. Kjo ka shtyrë policinë të ndërmarrë një operacion të gjerë për zbulimin e plantacioneve të hashashit dhe veprimtarinë e palishme të kultivimit të drogës. Nga aksionin në fjalë, vetëm të premten janë zbuluar 12.500 rrënjë kanabis në territorin e qarkut Shkodër. Më konkretisht, 11.800 bim të dyshuara kanabis janë zbuluar në njësitë administrative Shllak dhe Temal, ndërsa në territorin e fshatit Pult janë azgjesuar mbi 650 bim narkotike. Për këtë veprimtari, policia ka proceduar inxhinierin e pyjeve për shpërdorim detyre dhe moskallëzim krimi. Një ditë më parë, po në këto zona, policia zbuloi afro 20.000 rrënjë kanabisi, një numër që tregon veprimtari në lartë të kultivuesve të drogës në këto zona. Përqendrimi i operacionit në qarkun e Shkodrës lidhet edhe me të shkuarën e këtij aktiviteti në këto zona, si dhe përkon me kohën e vjeljes së produktit. Ajo që bie në sy është fakti se policia nuk ka arrestuar asnjë person të përfshirë direkt në kultivimin e drogës në këto zona.